ndërtimit të pallateve në hapësirat mëdha, këto janë gjëra të zakonshme, por kanë marrë pikërisht vision e një qeverie për të bërë gjithçka në territore të caktuara dhe për të pastruar në mënyrë të hapur paratë e tyre. Di kush jetë kjo nolt më mirë, kjo pjesa e diferencës paras pisët dhe paras rregullt. Ne duhet shohim dhe të bëjmë një llogari thjesht. Sa mundet një njeri ose një person që vjen nga shtresa e mesme të blej sot një apartament në Tiranë? Sa vite i duhen atij? Unë kam ngritur në parlament se sa vite i duheshin një mësues, një mjeku, se kjo është shtresa e mesme. Apo të një personi që ka rrogë të lartë që konsiderohet 2000 euro në Shqipëri, sa vite i duhen në raport me çmimet e apartamenteve? I duhet gjithë jeta atij, në mos dhe jeta e fëmijëve, ti që ai të shlyej shumën që i duhet për të paguar për apartamentin e tij. Dhe kjo diferencë artificiale midis vlerës së ndërtimit në Shqipëri dhe aftësisë që ka pjesa më e madhe e popullsisë tregon qartazi që nuk është një ritëm ekonomik normal. Nuk vjen nga e mira materiale, këmbimeve tregtare brenda një vendi, aftësisë ti për të gjeneruar të ardhurë, aftësisë ekonomike, vjen nga një faktor i jashtëm, nga injektimi në masë madhe i paras pisët e lejuar me ndërgjegjje nga qeveria. Dhe që kjo para e pisët sot jo vetëm ndikon në mirëqenien e qytetarit duke krijuar këtë rritje çmimesh, por ka glabruar dhe pjesë të caktuara të territorit të Shqipërisë duke i shndruar ato në prona de facto të organizatave të krimit të organizuar. Dhe për këtë arsye jugu është i pushtuar nga këto, Tirana është mos e pushtuar, sikurse edhe territoret që kanë vlerë janë pushtuar së afërmi synohet që të goditet edhe pjesa e veriut me paketën e maleve, të goditet pjesa e Thethit, e Valbonës dhe gjithë perla e veriut që është një bukuri natyrore shumë e rrallë. Boçi, kam edhe një pyetje të fundit në përfundim të intervistës. Çfarë po ndodh me Partinë Demokratike sa i përket emrit të kandidatit për Bashkinë e Tiranës, sepse e kemi zbuluar kandidaten e Partisë Socialiste, mbetet e nigëm kandidati i PD-s. Është ngritur një grup pune edhe i cili po merret së pari me negociatat me partitë opozitare që të ketë një dakordsi për një kandidat përbashkët, pasi dhe matematika e votave e favorizon një gjë të tillë dhe ndërton një projekcion fitues për opozitën tërësi. Dhe çështja e përfaqësimit e emrit do jetë një marrëveshje së pari e dakordësisë politike të forcave opozitare, gjë që është shumë e mirë, por doja gjithmonë në suksesin e saj e ka pasur si element